Vučić ka dy pikë pyetje të mëdha. Njëra përmbajtësore, se ç'punë kemi ne. Hallet e Shqipërisë janë ndryshe nga hallet e Serbisë. Dhe arsyeja pse Shqipëria dhe Serbia janë, Shqipëria është mbas malit në zi, ndërsa Serbia vjen edhe mbrapa Shqipërisë, janë diametralisht kundërta. Kjo është pjesa përmbajtësore dhe nuk e di pse ishte arsyeshme apo një hap politik i përshtatshëm për këto dy personalitetet të firmosin të letër. E dyta është çështje procedurale. Që të ndodhin gjë të tillë duhet të ndryshojë traktati i Bashkimit Evropian, sepse kërkohet një atrasim me një status që nuk ekziston në traktat. Unë nuk besoj që, qofshe i gabuar, po unë nuk besoj që Bashkimi Evropian do mblidhet, do ndryshojë traktatin për hir të dy vendeve si Shqipëria edhe si Serbia. Qofse më lejon t'i kthehemi çika se pjesës monitorimit, ndoshta për të sqaruar pak, si proces, antarësimi i Bashkimit Evropian ka 3 hapa kryesor. Hapi i parë është hapja e kapitujve, në momentin kur konsiderohet që vendi është gati për të filluar negociatat konkrete. Hapi i dytë është përmbushja e standardeve, që është i bari. Dhe tjetra është mbyllja provizore e kapitujve. Monitorimi ka qenë, nuk është vendosur sot, por nëse para i barit Shqipëria hapte kapitull sipas atyre klasters që kishte të parat ishin themelore, që lidhen me kapitull 23 dhe 24, çështjet e drejtave të njeriu, të funksionimit gjyqësorit e tjerë. Pyetja ishte nëse Shqipëria i ka sistemet në vend apo po i krijon. Në momentin ku këto krijohen dhe vendosen, pra miratohen ligjet, kalohet ka hapi i dytë. Sa këto ligje zbatohen. Dhe kam frikë se ky ka qenë problemi jon afatgjat, shumë afatgjat. Ne ligjet i kemi si rregull të mira. Por kur vjen puna për të zbatuar, pastaj fillojnë devijimet. Dhe kur themi mbyllje e kapitujve, kapitujt nuk mbyllen në mënyrë definitive, kapitujt mbyllen në mënyrë provizore. Kujtoj këtu që, të paktën siç thonë në media, Franca, në vërejtjet që ka patur për projektin e parë të barit, ka qenë që kërkonte miratimin dhe progresin vetëm mbi bazën e reformave të pakthyeshme. Pra, monitorimi nëse deri tani ka qenë ngritja e sistemit, vënia aty, miratimi, tani do të miratimi si funksionon, do të jetë monitorimi si funksionon sistemi. Dhe mua më vjen mirë që jemi në monitorim. Vjen mirë sepse në fund të fundit si qytetari i këtij vendi dhe pa interesat një lloji tjetër, jam i dëshiruar që këtu standardet e jetës në të gjitha kuptimet, jeta ekonomike, zbatimi të drejtave, edhe trafiku në rrugë, të jenë në standardet e Bashkimit Evropian. Kjo është ajo që kërkoj unë si qytetar.